Universi po troket. Vetëm këto shenja kanë mundësinë të shpëtojnë nga gabimi fatal. Universi nuk troket kot. Këto ditë, energjitë kozmike janë më të forta se kurrë dhe dërgojnë një paralajmërim të fuqishëm. Ka disa shenja që ndodhen në prag të një vendimi të madh dhe një gabim i vogël mund të ketë pasoja të rënda në jetën e tyre. Ky nuk është një mesazh i zakonshëm, është një thirrje për të zgjuar, për të parë me sy të hapur realitetin që i rrethon dhe për të kuptuar se jo gjithçka është ashtu si duket. Dashuria, financat dhe miqësitë do të testohen në mënyra të papritura. Nëse jeni pjesë e shenjave të përmendura, duhet të qëndroni vigjilent, sepse universi po ju jep një shans unik për të shmangur një gabim fatal dhe për të hapur një derë të re drejt suksesit dhe qartësisë. Qëndroni me ne deri në fund të videos, sepse mesazhi i universit mund të jetë pikërisht për ju. Luani. Universi ka ndezur një dritë të fortë mbi luanin dhe kjo fundjavë sjell një paralajmërim të qartë. Mund të përballeni me tundime të forta në dashuri, një person që ju bën të ndiheni të veçantë, por që fshihet pas një maske. Një hap i gabuar, një vendim i marrë nga emocioni dhe jo nga arsyeja, mund t'ju çojë në një rrugë që më vonë do të pendoheni. Kujdes me fjalët dhe premtimet që bëni, sepse mund të kthehen kundër jush. Financiarisht do ju ofrohet një mundësi që duket e artë, por në të vërtetë mund të jetë një kurth. Kontrolloni 2 herë gjithçka, mos nënshkruani me nxitim dhe mos besoni verbërisht tek ata që ju ofrojnë shkurtore drejt suksesit. Nëse tregoheni të durueshëm dhe vigjilent, universi ju jep mundësinë të shmangni këtë gabim fatal dhe në vend të kësaj të zgjidhni një rrugë të vërtetë drejt pasurisë dhe dashurisë së qëndrueshme. Luanët janë të fortë, por forca e tyre më e madhe është aftësia për të zgjedhur me mençuri. Gaforja. Për gaforen, universi dërgon një mesazh të fortë në lidhje me marrëdhëniet personale. Ju jeni një shenjë që beson të lidhjet e thella dhe ndjenjat e sinqerta, por këto ditë duhet të keni kujdes, sepse dikush mund të luajë me besimin tuaj. Një fjalë e gabuar, një vendim i marrë nga zemra dhe jo nga mendja, mund të çojë në tradhti ose shgënjim të madh. Në dashuri, mund të zbuloni se personi që mendonit se ishte i përjetshëm, nuk është aq i sinqert. Në aspektin financiar, duhet të tregoni kujdes me shpenzimet impulsive. Një blerje e panevojshme ose një premtim i nxituar për të ndihmuar dikë mund të shkaktojë humbje që do ta ndjeni gjallë. Universi ju paralajmëron që të dëgjoni instinktin tuaj, sepse ai nuk gabon kurrë. Mos i injoroni shenjat e vogla që ju dalin përpara, ato janë paralajmërime për t'ju shpëtuar nga një gabim fatal. Nëse qëndroni të vëmendshëm, këto 48 orë mund të jenë një mundësi për të mbyllur një kapitull të rrezikshëm dhe për të filluar një rrugë më të sigurt. Ujori. Ujori ndodhet përpara një prove të madhe. Në dashuri, dikush nga e kaluara mund të rikthehet dhe të trazojë ujërat. Do të ndiheni të tunduar për të hapur një derë që mendonit se ishte mbyllur, por universi ju paralajmëron. Ky është një nga gabimet fatale që duhet të shmangni. Një rikthim mund të duket i ëmbël, por fsheh pas vetes dhimbje që nuk duhet t'i përjetoni sërish. Në aspektin profesional dhe financiar do ju ofrohet një mundësi që duket perfekte, por kërkon të bëni kompromis me vlerat tuaja. Kujdes, sepse nëse pranoni, mund të humbisni më shumë se ç'fitoni. Universi ju jep një shans të artë për të dalluar iluzionin nga realiteti. Këto 48 orë janë një test për të parë nëse do të ndiqni zemrën apo do të bini prej tundimeve. Shmangni gabimin fatal duke qëndruar besnik ndaj vetes dhe duke refuzuar çdo gjë që nuk është në përputhje me energjinë tuaj të vërtetë. Nëse e bëni këtë, në vend të humbjes do të hapni dyert drejt një suksesi të madh. Bricjapi. Për bricjapin, universi dërgon një sinjal të qartë. Çdo vendim i marrë këtë fundjavë do të ketë pasoja afatgjata. Në dashuri, mund të ndiheni të lodhur nga rutinat dhe të tunduar për të kërkuar diçka të re. Por keni kujdes, një gabim në këtë drejtim mund të shkatërrojë atë që keni ndërtuar prej kohësh. Nëse jeni beqar, një person që sapo keni njohur mund të duket perfekt, por ka diçka që nuk po ju tregohet. Financiarisht mund të shfaqet një shans për të fituar shpejt, por universi ju paralajmëron të mos e merrni pa analizuar.
Një zgjedhje e gabuar në këto 48 orë mund të jetë një gabim fatal që do ta ndjeni për muaj me radhë. Megjithatë, nëse tregoheni të mençur dhe qëndroni me këmbë në tokë, do të keni mundësinë të shmangni rrezikun dhe të hapni një derë drejt stabilitetit dhe rritjes. Kujdes nga tundimet që ju premtojnë gjithçka menjëherë. Suksesi i vërtet vjen vetëm me durim dhe vendime të qarta. Këto 48 orë janë një paralajmërim i qartë nga universi. Disa shenja do të testohen me dashuri, të tjera me pasuri dhe disa me misi që mund të rezultojnë tradhti. Gabimet fatale nuk janë thjesht zgjedhje të vogla, ato janë derë që ju largon nga rruga juaj e vërtetë. Por universi gjithmonë paralajmëron ata që dëgjojnë. Nëse ky mesazh ju foli, mos harroni se nuk ishte rastësi që e gjetët këtë video. Qëndroni pranë nesh duke bërë subscribe, like dhe share, sepse mesazhet e universit nuk ndalen kurrë, dhe ndoshta videoja tjetër do të sjellë pikërisht lajmin që ju prisni.